Çdo industri gjigante që njohim dikur ka qenë thjesht një ide, një startup premtues. Po çfarë ndodh kur këta gjigant fillojnë të lëkunden? Sot do t'i futemi thellë një ideje klasike, por që mbetet jashtëzakonisht aktuale. Miopia e marketingut e Theodore Levitt. Do zbulojmë pse disa nga kompanitë më të mëdha dështojnë, dhe si faji nuk është te produkti, por te vizioni. Kjo është pyetja që vlen miliona. Nuk është se nevoja e tregut zhduket papritur. Pothuajse gjithmonë shkaku fshihet diku tjetër, te një dështim në menaxhim. Një lloj verbërie që i pengon të shohin se çfarë po ndodh realisht përreth tyre. Për ta kuptuar këtë, le të shohim një shembull drithërues. Për ta parë këtë dështim me sy tan, le të bëjmë një udhtim pas në kohë, drejt epokës së një perandorie që u shem jo nga armiqtë e jashtëm, por nga vetë kënaqësia e saj, epoka e artë e hekurudhave. Imagjinoni pak skenën. Në fund të shekullit të 19, hekurudhat ishin kulmi i teknologjisë. Por ndërsa shekulli 20 ecte përpara, makinat, kamionët e më pas avionët filluan t'u arrëmbenin klientët një nga një. Problemi nuk ishte se njerëzit e mallrat ndaluan së lëvizuri, as pak. Problemi ishte se hekurudhat mendonin se ishin në biznesin e trenave, jo në biznesin e transportit. Ky citat nga Jacques Barzun e godit pikërisht në shenjë. Dështimi nuk erdhi vetëm nga konkurenca e jashtme, ishte një kalbje nga brenda, një mungesë totale imagjinate. E po, ky lloj dështimi ka një emër dhe kjo na çon drejt diagnozës son. Pra, cila ishte kjo sëmundje që verbëroi një industri të tërë? Theodore Levitt i dha një emër shumë të qartë: miopia e marketingut. Kjo është ideja e qendrore që shpjegon jo vetëm rënien e hekurudhave, por edhe të shumë industrive të tjera që do të pasonin. Për ta thënë thjesht, miopia e marketingut ndodh kur një kompani bie aq shumë në dashuri me produktin e vet, sa haron pse njerëzit e blejnë atë. Është si një prodhues çekiçesh që fiksohet vetëm të bëjë çekiçin më të mirë në botë, duke harruar se njerëzit nuk duan një çekiç. Ata duan të varin një pikturë në mur. Fokusi zhvendoset nga nevoja e klientit te produkti. Dhe ky ndryshim i vogël në fjalë, në fakt ndryshon absolutisht gjithçka. Hekurudhat mendonin se ishin në biznesin e trenave, duhet të kuptonin se ishin në biznesin e transportit. Hollywoodi pothuajse u shkatrua nga televizioni sepse mendonte se ishte në biznesin e filmave, jo në atë të argëtimit. Ky ndryshim perspektive është thelbësor për mbijetesën. Atëherë, çfarë shkakton këta verbëri fatale? Levitt identifikoi 4 mite të rrezikshme, 4 besime që i bëjnë kompanitë të ndjen të patyshme, pikërisht në momentin kur janë më të prekshme se kurrë. Le t'i demaskojmë ato një nga një. Këto 4 mite nuk janë thjesht ide të izoluara. Ato ushqejnë njëra tjetrën, duke krijuar një cikël të rrezikshëm vetë mashtrimi. Një iluzion i rritjes së pafundme, që në fakt fsheh një kalbje të ngadaltë. Janë si kënga e sirenave që e çon një kompani drejt shkëmbinjve, ndërkohë që ajo mendon se po lundron drejt suksesit të garantuar. Kjo është miti i parë dhe ndoshta më i sipër. Pse të lodhesh, pse të sforcohesh kur tregu rritet vetvetiu? Këtu nis rehatia. Kompanitë fokusohen te prodhimi më efikas, jo te inovacioni për klientin. Siç thot Levitt, mungesa e një sfide akute çon në mungesën e të menduarit krijues. Ky mit i bën kompani totalisht të vërbra ndaj asaj që vjen nga jashtë. Mendoni pak zinxhiret e vjetër të dyqaneve ushqimore në vitet 30. Ata i panë supermarketet e para dhe qeshën, i quajtën të lira pa klas, duke besuar se modeli i tyre ishte i pazëvendësueshëm. Në fund, ata mbajtën krenarin, por humbën tregun. Dhe këtu, gjërat ndryshojnë rrënjësisht. Fokusi nuk është më çfarë do klienti, por si ta shesim gjithë këtë që prodhuam. Presioni për të prodhuar më shumë dhe më lirë bëhet aq i madh sa marketingu kthehet thjesht në një operacion për të hequr qafë mallin. Dhe ja ku vijmë te miti i fundit. Kur një kompani fiksohet pas përsosmërisë teknike, rrezikon të harrojë se për kë po e ndërton atë teknologji. Inxhinierët bëhen mbretër, ndërsa marketingu shihet si diçka dytësore, një punë që bëhet pasi puna e vërtet ka mbaruar. Ironikisht, ata ndërtojnë kurthin perfekt të mijëve, por harrojnë të pyesin nëse klientët kanë ende një problem me mijët. Mirë, mjaft me diagnoza e probleme. Kemi parë sëmundjen dhe shkaqet e saj. Tani, pyetja është, cila është kura? Si shpëton nga kjo miopi? Përgjigjja qëndron në një ndryshim themelor të këndvështrimit.
Ky është ndryshimi thelbësor. Shitja përpiqet të bindë dikë të blej ato që ti ke. Marketingu është të kesh ato që dikush do të blej. E shihni ndryshimin? Është natë me ditë? Shitja fokusohet te nevojat e shitësit. Marketingu fokusohet te nevojat e blerësit. Produkti bëhet rezultat, jo piknisje. Henry Ford, të paktën në fillimet e tij, ishte një mjeshtër i vërtet, dhe ky citat është thjesht genial. Dëgjojeni me vëmendje. Ai nuk tha, kemi kosto të ulta, prandaj mund ta ulim çmimin. Ai tha, duam këtë çmim të ulët, tani le të gjejmë si t'i ulim kostot. Prodhimi masiv ishte pasoja e strategjisë së tij të marketingut, jo shkaku i saj. Gjithçka filloi me klientin. Por, ja ku historia merr një kthes ironike. Pasi i arriti suksesin, edhe vetë Ford i ra prerë sëmundjes që po përshkruajmë. Fama e tij për refuzimin e çdo ngjyre tjetër përveç të zezës tregon se si edhe mendjet më të ndritura mund të ndalojnë së dëgjuari klientin dhe të dashurojnë verbërisht me produktin e tyre. Dhe kështu e gjithë kjo analizë zbret në një pyetje të vetme, por themelore. Kjo nuk është një pyetje vetëm për drejtorët e mëdhenj, është një pyetje që çdo biznes, nga gjigantët global te biznesi i vogël i lagjes, duhet t'ia bëjë vetes pa pushim. Pra, mësimi përfundimtar është ky. Një industri nuk fillon me një patente apo një fabrik. Ajo fillon dhe mbaron me një klient dhe nevojat e tij. Përgjigjja e saktë ndaj kësaj pyetjeje, në çfarë biznesi jeni vërtet, është ajo që ndan rritjen nga zhdukja. Në fund, antidoti i vërtet kundër miopisë së marketingut është një koncept i fuqishëm i quajtur shkatërim krijues. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë të jesh i gatshëm të vrasësh produktin tënd më të suksesshëm para se ta bëjë dikush tjetër. Është të inovosh aq egërsisht sa të bësh veten të vjetëruar. Kjo nuk është thjesht mbjetesë, kjo është strategjia e së ardhmes.